personat që përgatitin ushqim do të me qenë të shëndosh, do të me ditë si mi la durt, dhe me thonë, edhe kuzhina me qenë e pastër, leckat të cilat pastrohen enët, po edhe fshihen tavolinat, do t'jenë të ndrohen shumë shpesh, para shumë vite që pa të mboni emision me ato për shpuzat e enëve. Shumë mirë ta ritheksor, sepse ndoshta dikujt i ka ikë informacion. Shpuza, po e them tamam se i themi edhe në shtëpi, të cilën e përdorin për pastrimin e enëve. Ma spjego pak, shumë pak ditë mund të qëndroj në përdorim. Po, masi e pa të mbo emisionin, kanë ndodhur disa anëvise, më kanë dalë në rrugë edhe më kanë falendru, ka thonë na me vite nuk i kemi ndru. O zot. Dhe më thonë, ajo shpuza duhet ndrohet sa ma shpesh, edhe nuk kushtojnë shtrajt. S'kushtojnë shtrajt, dhe me thonë... Edhe leckat, edhe mundësisht sa ma shpesh për arsye se tani ato bëhen burim i infeksionit. Trasat ku prehet, sidomos mishi, po edhe para se me gatu, dhe me thonë ushqimin, të lanë dur të mirë. Ata personat cilët gatuin